Përshëndetje. 34 vite më parë, rinia e Shkodrës nuk do pajtohej me deformimin e vullnetit të tyre. Të vendosur për të qëndruar besnik parimeve të lirisë dhe demokracisë, rinia doli në shesh duke protestuar paqësisht. Por diktatura, e cila po jepte shpirt, kishte plane të tjera. Me 2 prill 1991, nga plumat e diktaturës ranë dëshmor Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryzeu dhe Besnik Ceka, ndërsa qindra të tjerë u plagose. Partia Demokratike fton të gjithë qytetarët e Shkodrës ditën e martë me 2 prill, ora 11, të nderojmë herojt e demokracisë. Në ceremoninë e organizuar, na nderën me pjesëmarrjen e tij lideri i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Pjesëmarrja juaj është edhe dëshmi se diktaturat e çdo kohe fillimin e fundit të tyre e kanë me 2 prill. Të martën me 2 prill, të gjithë në sheshin po me të njëjtin emër, ora 11, të nderojmë dëshmorët e demokracisë. Ju faleminderit.